Imam Shamsuddin Muhammed ibn Ebi Bekri ka thënë, duaja, lutja është një nga shkaqet më të forta për largimin e të këqijave dhe realizimin e kërkesave. Po ashtu ka thënë, duaja është ilaçi më i mirë. Ajo është armikja e vështirësive. I largon vështirësitë dhe i shëron ato. Dhe i parandalon të këqijat. Do të ndodhte një ndodhi apo një dëm, një diçka. Duaja është e largon. Është armë e besimtarit. Omeri radiallahu anhu tregon se pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam ka thënë, duaja është e dobishme edhe për ato vështirësi që kanë ardhur dhe për ato që s'kanë ardhur. Subhanallah. Duaja t'i lehtëson ato vështirësi që i ke dhe t'i largon ato që s'kanë ardhur, që do të vinin. Prandaj bëni vazhdimisht dua o robërt Allahut, thotë i dërguari i Zotit.